E marrin dhe gjyshin edhe i marrin po të gjoj që kërkonin dy, ata të dy thonë. Vedi se për ato se që kam pagova kimu. Ty s'ta ka kërkove për ato. Ty se, ti m'ke ba dhe jetë shekë se ti kutu më një vit. Jo se shekë dhe si ta marrin e shtekë që më shekë me kështu bërë tone, dhe sa më kanë. Ty duhet s'ta ka një qështina. Ti veç dhe në qështu më do burë për ato më. Miq të dashur, midis këtyre kënaqësive që na vinë për ditë, për orë, kënaqësia më e madhe është sepse kemi artistë nga Shqipëria dhe sot të parën nga intervistat dua të bëj ose bashkëbisedimi më sakt me një pedagoge, por me një super aktore që në të gjithë këtë kohë 30 vjeçare që kanë filluar breza ta njohin nëpërmjet skenës, por edhe atyre filmave që ndoshta dhe mund t'i përmendim. Rovena Lule. Përshëndetje. Tashi më thuaj pak, Lule, është mbiemri vajzërisë apo nga... Mbiemri vajzërisë, po, nga babai. Është mbiemri babait tim. Tashi ne nga hana këte shqiptar, do me thënë ma tanë oqeanit, shumë shqiptarë, është edhe mungesa e të kuptuarit në Shqip, por është edhe ajo e të mos pasur mundësin të shofin edhe televizionet, ose ju sot ka pa fund të emisione, për është rastësi që të shtypësh diku dhe të shikosh Rovenën duke folur për jetën e saj, ose për karierën e saj, ose gjithçka që mbartë. Ju tani, kjo Lule, fillove karierën, ky ishte mbiemri që të... Po. Në fakt, unë edhe me mbiemri i tim shoqe dhe mbiemri im tashmë është Kuka, por në gjithë jetën jam ndjerë një Lule, kështu që unë jam Rovena Lule. Edhe pse mbiemri ka ndryshuar patjetër mbas martesës, bashkëshortit, familja, vajza, gjitha, unë gjithë jetën do ndihem një Lule, unë jam vajza e Jorgjit, kështu që sado që mbiemri të ndryshojnë pasaport, unë jam Rovena Lule. Një kohësi shini dhe pedagoge, më thanë. Po, kini vite aty, sa di? Unë kam rreth 15 vjetë pedagoge e brendshme në Akademinë e Arteve, tani Universiteti i Arteve në Tiranë, jap lëndën e mjeshtrisë aktorit, dhe rreth 19 vite në total. Kam punuar 4 vite si pedagoge jashtme, dhe pastaj si pedagoge e brendshme në lëndën e mjeshtrisë aktorit në Universitetin e Arteve në Fakultetin e Artit Skenik. Si shef këta aktorë të rinj, këta artistë që po vinë, sepse ne që jemi të moshës, këna ka ngellur atje dhe jemi në qike... Unë i dua shumë studentët e mi. Edhe për gjatë gjithë kohës që punoj me ta, ata janë pjesë shumë e rëndësishme e imja dhe madje shpenzoj më shumë kohë me ta se sa me familjen time. Kështu që i shoh të talentuar edhe të mirë. Si kanë qenë filmat që në periuda, do me thënë të 90 se këte, duke qenë se dhe ju jeni një pjesë e këtij lloji rrugëtimi? Ja, nuk më takon mua të gjykoj për filmat. Po, gjykimin, do me thënë si kanë qenë, do me thënë e curia, dhe sa kemi pasur. Sepse sot, për shembull, unë di shumë filma, por që nuk i kemi parë, kemi dëgjuar që kanë marrë pjesë në festival. Ka prodhime më saktë? Unë mendoj që prodhimi nuk ka qenë aq sa duhet. Sigurisht që para viteve 90 ka qenë një prodhim i jashtëzakonshëm i kinematografisë dhe nuk ka patur mundësi për çështje buxhetesh edhe shumë arsye të tjera të xhirohet aq shumë. Por mendoj që ka patur kinematografi shumë të mirë, avangardë dhe të suksesshme edhe mbas viteve 90. Ka pasur filma që kanë marrë pjesë në këto festivale? Ka patur shumë filma që ka marrë pjesë në festivale shumë të rëndësishme, ndërkombëtare. Për sa i përket prodhimeve ku unë ka marrë pjesë, apo në përgjithësi? Në përgjithësi. Po në përgjithësi patjetër që po. Edhe aty ku unë ka marrë pjesë, po. Po unë kam informacion për filmat e profesor Gjergj Xhuvanit, që kanë qenë në festivale shumë të rëndësishme ndërkombëtare. Profesor Gjergj na ka përfaqësuar në Cannes për herë të parë
në shqiptarve, edhe jo vetëm në Cannes, por në të gjithë botën, në festivale dinjitoze, edhe ka ardhur me çmime të rëndësishme në Shqipëri. Pastaj për sa i përket prodhimeve ku unë kam marrë pjesë, ne kemi qenë në festivale shumë të mira. Unë kam qenë në Shangaj, në një nga festivale që nuk do të harroj kurrë, një festival i kategorisë A, me një pritje të jashtëzakonshme, në Kinë ata e quanin ala Oscar i kinezëve, dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur, një gjë që nuk do të harroj kurrë. Cilat janë filmat më të fundit që ke pasur? Filmi i fundit që unë kam patur është me metrazh të gjatë, është filmi ku marrim pjesë këtu në festivalin në Boston, këtu vallëzohet me hijet. Pastaj kam xhiruar edhe 2 filma të shkurtër nga 2 regjizorë të rinj, njëri prej cilëve është këtu, edhe ai pjesëmarrës nga Ornella Karaj, filmi i huaj, me sa më kujtohet, dhe një film tjetër, një regjizori të ri. Këto kanë qenë 3 prodhimet e fundit, le të themi. Teatri si ka qenë, si ka ecur? Besoj se me teatrin jenë më mirë, ecën, e? Sigurisht që teatri është më i thjeshtë për tu prodhuar, për sa i përket buxheteve, jo se është më i thjeshtë nga ana artistike. Po kinemaja është një industri e madhe dhe do një angazhim shumë më të madh se sa teatri. Teatri mund të bëhet edhe me pak buxhet, me pak aktor, me një skenografi minimaliste, me kostume të kursyera, dhe mund të bësh një shfaqje. Në film nuk ndodh kështu. Një festival dhe pikërisht në ambientet e kishës ku e krijoi Fanoli. Noli Film Festival. Kur u informove që filloi një festival i tillë? Unë kam patur informacion për festivalin që vjet, domethënë që në edicionin e parë, përmjet rrjeteve sociale edhe prej bujarit, e pas që festivali zhvilloi, pastaj bujari më kontaktoi dhe tha filmi është përzgjedhur për në edicionin e dytë të festivalit dhe do doja shumë që të vije. Nuk pata mundësi në fillim, tash jo nuk mundem sepse kam qenë angazhuar me punë, pastaj mundësia u krijua dhe sot jam këtu. Unë mësova që nuk ishte hera e pare ardhjes këtu në Amerikë, apo? Mbas shumë vitesh te. Kështu? Kjo ardhja e dytë të njësi, edhe në minutat e fundit, në orën e fundit, e vendosur atë... E bukur është, pak e lodhshme, po e bukur. E keni shumë të shpejt 4 ditë? Po, është pak shkurt. 4 ditë? Po, është pak shkurt, po është okej. Po e shijojmë, po përpiqemi të shijojmë. Kur more vesh që dhe drejtor ishte Bujar Alimani që ju keni pasur një bashkëpunim. Si e pritri? Po unë gëzohem sa herë që takojmë Bujarin, sepse ne kemi patur një eksperiencë shumë të bukur, shumë të mirë. Na ka funksionuar marrëdhënia si regjizor, aktor dhe pastaj pas asaj jemi bërë miq, kështu që takohemi aq herë sa kemi mundësi, se Bujari jeton larg. Dhe është shumë e bukur që jam këtu edhe jemi bashkë. Si shef tash në këto ambiente që po zhvillohet festivali në këtë kishë? Po, është emocionuese shumë. Aq më tepër për historinë e kishës edhe të Fanolit edhe të gjithë shqiptarëve, se si ka ardhur deri këtu dhe se si sot është këtu. Më fol pak që kur erdhe edhe ajo vizita që bëmë atje ke pleqtë, në ajo vatra, në ajo qendra e si e për. Po ajo ishte shumë emocionuese. Ajo ishte shumë emocionuese. Me atë lodhje që kishit? Jo vetëm për Lizën më shumë ishte jashtëzakonshme, pritja ishte amazing. Edhe kur i shifja portretet e tyre dhe syt e tyre dhe gjithat emocion që shpreknin, gjithat dashuri, gjithat mikpritje, shumë e bukur. Edhe pse ishim tepër të lodhura, ishte jashtëzakonshme. Do kemi mundësi që të na vish ndoshta. Boston prapë? Po jo vetëm në Boston, s'është fjala se shqiptarët i kemi kudo, po çështja është ndoshta me festivalet e tjera, se ti nuk do ngelesh këtu në këto filma që ke luajtur. Ndoshta mund të marrësh pjesë sërish në festival, por
do deshim ndoshta me një ndonjë dramë, komedi, ndonjë diçka e këtij. Me shfaqje. Janë gjëra të reja këtu. E di. Nuk kanë ekzistuar. Kemi filluar. Pak e vështirë të dhe sjellësh ardhje buja. teatr. Që të vish të punosh një shfaqje në Boston apo New York apo S'është puna ta punosh, po të vish. Të vi me një shfaqje të përgatitur plot. që janë dhe. Ndoshta mund të mos jetë Pse jo? nese. Nuk po të marr kohë, sepse për pak do filloj filmi dhe ty të duhet ju të prezantohesh përpara publikut atje, kështu që kjo është ngelet për ta diskutuar dhe që është e pa diskutueshme që realizohet. Që do vim. Sepse ju ande e shifni kështu, po ne këtë nuk e shohim ashtu. Okej. Të shpresoj, unë të falenderoj nëpërmjet atyre njerëzve që nuk mundin do të vinë këtu sot, sepse këtu funksionon krejt ndryshe jeta, është ajo puna, është ajo rryma që këtu nuk rresh. Ka një curi jashtëzakonisht të shpejtë. Ashtu është bërë edhe Tirana, mos u shqetëso. A thua? Po, ka një ritëm tjetër edhe njerëzit ndoshta ndonjëherë nuk kanë mundësi të vinë edhe të ndjekin aktivitetet, për këtë arsye sepse ritmi i jetës është bërë shumë i shpejtë. Edhe punojnë gjatë, me orare të zgjatura. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Miq, për pak, mbas këtij filmi, do të kemi dike. Më mirë ta zbulojmë së bashku. Kush baba? Po si e dije që ishte atje? Qështu? Pas keni marrë dhe fëmijët me vedi. Për ty, bab, kish pas marrë madhe. Vajt një moftë. Po nuk ban, mërë, nuk ban me i bo bashkishe gjami. O e marrim na, o e majnë këta. Kish më buri edhe o të hodhe i den për me dalë gjami. Miq të nderuar, ja ku jemi përsëri së bashku, ashtu sikur se ju thash edhe pak më parë, do të kemi një personalitet të kinematografisë, por unë gjithmonë e kam quajtur si të familje, se për të gjithë ju, gjithë populli shqiptar që ka përjetuar ato filmat e bukura të kohës, na janë bërë këta aktorë të familjes, atë i kam thënë dhe Luiza Gjuani, s'ka nevojë që ta prezantoj, po për të gjithë rinin, edhe këta bashkëdhetarët që i kanë fëmijë që sot janë në një moshë, megjithëse unë e shoh që ka një kërkesë nga këto familje, duket edhe nga paketat që marrin. Dhe fëmijët janë edukuar me filmat shqiptar. Mirë se ardhe. Mirë se ju gjetë. Edhe kënaqësia është më e madhe që në këtë festival të dytë, ne ju kemi të pranishme këtu. Po, kënaqësia është e gjitha imja. Kënaqësi shumë e madhe, sepse jo vetëm për faktin që në Boston po bëhet një festival filmi shqiptar, dhe do t'ju them një gjë, në kufi, para se që janë në Boston, policia më pyeti motivin, pse po vinë në Boston, dhe i thash për një festival filmi. Festival filmi? Po, i thash festival filmi. Qa filmi? Filmi shqiptar. Bëhet festival filmi shqiptar në Boston? Po, i thash një festival filmi shqiptar në Boston. Oh, thash shumë bukur. Do më thënë, është shumë e rëndësishme për gjithë komunitetin shqiptar që të ketë një event të tillë, ka që të rëndësishme në mënyrë të veçantë në këtë vend magjik, që quhet Katedralja e Shën Gjergjit. Për më tepër Kisha e Nolit. Po pra, po që njihet ndryshe si Kisha e Fanolit. Do është, për mua jep një dimension honorific festivalit dhe të gjithë pjesëmarrësve në këtë festival. Kur mësove për festivalin,
Apo e kishe iden që Jo, vjetë të që them të kur filloi drejtën, unë edicioni parë? nuk e dija fare që ekziston, sepse nuk kam rrjetet sociale. Kisha dëgjuar diçka, po jo për konkretisht me detaje. Dhe kur më ka marrë Bujar Alimani, që bravo i qoftë, Bujar Alimanit edhe gjithë stafit këtu, sepse është përkushtim i jashtëzakonshëm të bësh një aktivitet të përmasave të tilla, të sjellësh artist nga Shqipëria, është e vështirë. Të them të drejtën, i thash pse jo, dhe ja ku jam, tash me ju, kënaqësi shumë e madhe. Për mua ishte dita e parë shumë emocionale. Bujari kishte organizuar një takim tek Vatra me komunitetin shqiptar, po moshën e tretë të komunitetit shqiptar. Dhe atje kam ndjerë dashuri, emocion, pa fund. Domethënë, për mua ishte një ditë e jashtëzakonshme, ma zbukuroi shumë ardhjen këtu në Boston. Unë ju pash nga afër edhe do t'ju përcjellim të gjithë shqiptarëve kudo. Nuk bëhet fjalë vetëm këtu në Kanada, domethënë në Amerikë, Kanada, sepse paketa dhe televizioni shihet në këtë vend, po ne sot i kemi mundësinë ta shohim të gjithë shqiptarët. Unë ju pash në një lodhje të paparë. Por duke u trequr që dalë të qetësojmë të ti prap nuk uleshe. Prap nuk qetësoheshe. Po sepse ishte një lloj adrenaline jashtëzakonshme. Dashur pa dashur ishte energjia pozitive që më vinte, që duhet ta ktheja me të tilla përmasa. Sytë të atyre njerëzve ndjeva mall të papar, ke sytë të tyre, dashuri të papar. Takova njerëz që kisha vite pa i takuar. Kam takuar miq të familjes dhe kjo ishte e jashtëzakonshme për mua. Dhe do iki me një ndjesi shumë të bukur. Dale, sa po ka ardhur, do të për të ikur mos e mendo, unë të kam thënë që mos unë nxito se si dije. Hera e parë që erdhe, si po i shikon? Këta shqiptarët, këta... Se me 2 ditë nuk mundet të po si po i ndjen. Ta them vetëm me 2 fjalë, po ndjen si në shtëpinë time. E vetmja gjë që më ka ndryshuar është orët, ritmi, trupi është mësuar me tjetër, se sot tani në këtë moment në Shqipëri është janë orët e vogla të natës. Po 12, 1 i natës. E natës, dhe këtu është ende ditë, dhe është pak si konfuzion kështu në pjesën sa të përshtatet, po në momentin që do përshtatemi, do na duhet të lëvizim dhe do jetë shumë e gjatë pjesa konfuze e kohës. Vetëm kjo. Por pjesa tjetër, mikpritja, emocioni, dashuria për filmin, pash sallën dje plot me një kuriozitet, kureshtje dhe kërshëri të papar nga të gjithë pjesëmarrësit. Kishe dëgjuar për kishën këtu? Si e shef, do me thënë këtë lloj ndërtimi që kanë bërë ata, sepse kjo ka qenë një qendër e të gjithë shqiptarëve, e Vatrës, e atyre shqiptarëve që mendonin për Shqipërinë, bënin plane për Shqipërinë, edhe investonin për Shqipërinë. Është investim i jashtëzakonshëm, me një histori të jashtëzakonshme. Është një xhojel që i kanë dhuruar të gjithë komunitetit shqiptar, dhe fakti që festivali bëhet këtu, edhe kishte, domethënë është si të thuash, si një mision për të trashëguar edhe për ta mbajtur gjallë. Jo vetëm kishën, por gjithë pjesën emocionale të gjithë shqiptarëve që janë këtu në Boston. Është një zgjedhje e mirë për të qenë këto sallat të jenë, do me thënë, për çdo vit aktive, edhe plot, por dhe për këtë festivalin? Po edhe për festivalin, pse jo? Pse jo? Sikur rrezaton, është, domethënë në momentin që filmi shfaqet dhe shfaqet pikërisht këtu, është sikur po bekohet nga të gjithë të parët tanë. Është sikur po pagëzohet. Domethënë është magjike kjo gjëja që po ndodh këtu. Me sa filma vini, ose unë mësova që nuk keni vetëm... Befasi ishte dhe për mua, unë mendova se do isha me filmin e Gjergjit, Liqenim,
Por ndërkohë ishte përzgjedhur dhe filmi i një regjizoreje dhe skenariste të re, Ajola Daja, një vepër që ka të bëjë me dhunën në familje, që e pash u pëlqy shumë ndje nga publiku. Gjithashtu edhe me një film me metrazh të shkurtër, i një djali të ri regjizor, Fabio Seferi, me skenar të Yllieta Liçkës, që është një subjekt shumë interesant, me një simbolik shumë të bukur në fund filmit, po s'po them gjë se ende nuk është shfaqur sot, më duket është shfaqja e filmit. Apo u shfaq dje, nuk e di. Se unë e kam parë filmin dje. Sa po kanë filluar, po dhe do t'i mësojmë neve, do shojmë edhe program cila ishte ajo ndjesia, që ju sillni për herë të parë një film të bashkëshortit tuaj. Të Gjergj Gjuvanit, për t'ju bërë edhe më të qartë edhe. Ky film besoj është film që shfaqet për herë të parë. Kur është prodhuar ky film? Ky është prodhuar në 2019. Dhe është filmi i fundit i Gjergjit, është dashuria e fundit e Gjergjit, se Gjergji e donte me jetë kineman. Është një film që unë e konsideroj si testament të Gjergjit, sepse me njëherë ditën që e mbylli komplet filmin, dhe më thënë që mbylli çdo gjë, më mori dhe në telefon dhe tha, e mbylla nesër këthe. Ky është ai filmi që mbas kësaj ai ndroi jetë kështu? Po, do më thënë mësuam që ishte në Itali, ë? Në Itali. Ishin finiturat e fundit që i bënte filmit dhe bëshe kopja filmit, do ta merrte me vete. Dhe flasim telefon, e mbaroi dhe do të vinte të nesërmen dhe mbylli filmin, po mbylli bashkë me filmin edhe syt. Dhe është një film që është shumë i shtrenjtë në të gjitha dimensionet për të gjithë ne, për të gjithë familjen. Ka punuar me sakrificë të jashtëzakonshme në këtë film, sepse nuk është se ishte shumë mirë me shëndet. Unë i kam ndenjur pranë gjatë gjithë kohës në xhirim, me vërtet me sakrificë të jashtëzakonshme, por Gjergji nuk e afronte kurrë fundin, se cush vrapomte, donte të kapte ritmin, donte të kapej mas filmit, sikur po kapej mas jetës, dhe kishte gati dhe një skenar tjetër dhe nuk... Por, këto janë sfidat që në sjell jeta dhe duhet bashkëtojmë me ta. Do ta kemi mundësinë ta shohim këtë, përveç këtyre njerëzve që janë sot këtu. Do ta kemi mundësinë filmi, po? Ndoshta në YouTube, ndoshta në për kinemat. Rrugtimi i një filmi është i tillë, mbasi mbaron produksioni, mbyllet gjithçka, do të shëtisi, aplikohet në të gjithë festivalet, shëtit në për festivale, dhe e merr në dorë pastaj distributori që përcaktohet nga vetë produksioni. Nuk është me një produksion, është me komproduksion, është futur komproduksion italian, Maqedonas, kosovar, edhe Euroimazhi, se ka marrë mbështetje nga Euroimazhi për zhvillimin e skenarit. Dhe të gjithë këto komproduksione zgjedhin distributorin dhe është distribuimi pastaj që e shet filmin. Për palën shqiptare është produksioni shqiptar, që është Artan Huqi, dhe mbasi të bëj gjithë rrugtimin e festivaleve dhe të platformave televizive, do shfaqet për publikun. Po për publikun shqiptar është bërë një shfaqje në Tiranë, një shfaqje homazh për Gjergjin në ditëlindjen e tij të parë mbas vdekjes, në ditën e tij të ditëlindjes, me miq shok dhe gjithë stafin e filmit, edhe si një lloj, jo vetëm homazhi, po edhe një lloj përkujtimore. Domethënë në logjikën që për ta patur Gjergjin afër, jo fizikisht, po shpirtërisht. Në atë ditë të tij të lindjes. Si regjizori i parë dhe si aktor Gjergjin e parë. Kanë qenë fillimet e karrierës tij dhe çdo gjë që ka bërë kur ka qenë student. Në vitet që ne kemi bërë shkollën, se kemi qenë student në një kurs, nuk ka pas regji, as
regjie të teatrit, as regji të filmit. Masi mbaroi shkollën si aktor, u specializua për regji filmi dhe pastaj rruga e tij u kornizua, domethënë. Po e deshi kaq shumë filmin sa dha jetën për të. Sa kujtojnë këta? Si Gjergje dhe shumë të tjerë nga qeveria, nga njerëzit që janë në Shqipëri, kanë përkujtim, kanë përkujdesje, kanë, do me thëmë, për të qenë gjithmonë gjallë. Ta lëmë më njanë qeverinë, sa i qeveri ka punë në vetë, ka hallet të tjera, ndoshta edhe më të rëndësishme, po njerëzit nuk i harrojnë kur. Dhe janë produktet, ato që e sjellin pranë çdo artist, pranë njerëzve dhe i kthen ato në memorien kombëtare. Në këto vitet, në bas të rritin, do me thënë, 90 se në vazhdim si e shikon kinematografinë? Shiko. Se unë di që u patja të tronditje. Ka ndodhur një gjë. Nga sistemi i diktaturës ku prodhojshin 14 filma në vit, sepse kinemaja ishte pjesë e propagandës dhe shteti investoi në këtë kuadër, ardhja e demokracisë, kjo liri e papritur, i konfuzoi pak autorët. Domethënë, ishte një periudhë tranzit që u hutuan dhe duke dashur t'i thonë të gjitha, kjo e gjitha të kthehet ndoshta edhe në bumerang. Po pastaj filloi të kornizohet kinemaja dhe ishin disa elementë të rinj, si Gjergji, Artan Minarolli, Fatmir Koçi, Besnik Bisha, e shumë të tjerë dhe producentë të rinj, të cilët formatuan qendrën e kinemas, e cila si institucion kulturor është me një logjik më të saktë e krijuar, sepse është një institucion që prodhon një produkt me komproduksion, por totalisht shqiptar, dhe e bën filmin jo vetëm të prezent në gjithë botën, por edhe kompetitiv. Dhe kjo ka ndodhur mes 90-s që filmi shqiptar u bë prezent. Me prodhimet e reja. U bë prezent, madje jo vetëm prezent, po me një dinjitet absolut, janë fituar disa çmime nga të gjithë këta regjizorë që sapo përmenda, çmime që kinemaja shqiptare si kishte parë kurrë në historinë e vet. Dikur bëheshin filma shumë të bukur, dhe këta të rinj që janë derivat i atyre regjizorëve të jashtëzakonshëm që erdhën nga shkollat e lindjes dhe sollën atë frymë të cilën ne po e trashëgojmë sot, se pa ta nuk do ishin. Sigurisht kemi autor, regjizor të jashtëzakonshëm që kanë bërë produkte edhe në atë kohë të jashtëzakonshme, dhe sot e kësaj dite ke edhe për shkak të nostalgjisë, por edhe për shkak të produktit, sepse sollën shkollën profesionale të lindjes, frymën, që kanë ngel, janë emblema të gjithë kinemas shqiptare. Filmat të jashtëzakonshëm. Por këtë rinjt e formatuan krejt ndryshe qendrën e kinemas. Sigurisht që ka probleme qendra e kinemas, dhe problemi më i madh është problemi i buxhetit. Varet direkt nga parlamenti. Ajo që duhet bëjmë ne si artistë në gjithë komunitetin filmik, duhet të luftojmë që të rriten buxhetet. Sepse një buxhet i mirë të garanton filmin e mirë. Një buxhet i vogël është përpjekje shumë e madhe, është një strapacim shumë i madh, por ti si krijues për shkak të pamundësisë do bësh kompromis e cila do të çedojë në vlerë pastaj. Kështu që duhet të luftojmë fort për të rritur buxhetet. Duke qenë se i kemi të dyja kohët, si atë teatrin, por dhe të filmit, aktorët sot janë në nivelin që duhet jenë. Do më thëmë që në qovë se do të bëni me krasim, se ne nga që në është mësuar, unë për shembull jam shumë skeptik. Unë jam fokusuar tek ju, edhe i shikoj me imtësi aktorët e sot. Jo, ne kemi aktorë të rinj të jashtëzakonshëm. Unë kam punuar me të rinj. Kemi të rinj të talentuar të jashtëzakonshëm.
të mrekullueshëm. Domethënë që të marrin një shfaqje janë leading, domethënë person që luajnë role që kryesore në një shfaqje dhe janë të mrekullueshëm. Padyshim që çdo një çik formimi tyre. Dikur mu më ka dhënë mësim Kadri Roshi, Drita Pelingu, Timo Floko. Do më thënë, pedagogë që sot janë legjitimojnë kombëtaren në teatr. Shkolla, një pjesë e mirë e tyre nuk është më fatkeqësisht, dhe shkolla duhet patjetër të rrisi pjesën profesionale, formimin e këtyre. Ka pedagogë shumë të mirë, ka artistë shumë të mirë, por nëse dikur konkuronin, për shembull vitin që unë kam konkuruar për të hyrë në shkollë kanë qenë diku ke 350 vetë, sot konkurojnë një dhjeta, për të mos thënë edhe më pak, për të marrë 15 aktorë që të bësh një kurs për të formatuar një shfaqje. Pa 15 aktorë nuk mund, sepse i gjithë cikli i shkollës është 4 vjeçar. Për këtë gjë mund të flasim më mirë një pedagog, për shembull Rovenën që e kemi këtu dhe du fort, mund t'ja u shpjegoj më sakt këtë gjën, por e tillë është situata. Domethënë, pse ndodh kjo? Sepse ne artistët punojmë për të mbijetuar. Dhe është vetëm dashuria që kemi për profesionin që na ka mbajtur këtu. Është ajo marrëdhënia që kemi krijuar me publikun që na ka mbajtur kështu. Është ai feedbacku që kemi marrë nga publiku, që ne dashuria që kemi marrë nga publiku që na ka mbajtur këtu, sepse punojmë sinqerisht për të mbijetuar. Dhe çdo njeri e shef si një dështim, nëse vazhdon këtë profesion, nuk ka të ardhme. Nuk mund të punosh për të mbijetuar, do kryesh familje. Një student, nëse futet në teatr sot, nuk ka mundësi të mbaj vetëm veten, jo më familje. Kështu që ka probleme, duhet konsideruar, duhet kthyer vëmendja nga artistët. Vëmendja e shtetit. Do ta kemi mundësinë na interpretoni për bashkëdhjetar, ndoshta edhe në Kanada dhe këtu me diçka teatrale, diçka kështu. Do na vini ndonjë? Shumë mirë do ishte, po se di. Nuk e di, pak e vështirë. Ju e shikoni, kemi komunitet të gjerë, sa të një, si e shikni këtë? Këtu në Boston e pash që ka shumë komunitet shqiptar dhe mund të vi një shfaqje të punohet këtu. Nuk e di nëse i ka mundësit, se s'kam folë për këtë gjën, por ka dhe e shoh që ka kureshtje, ka interes. Në të shofi kulturën shqiptare këtu, në emigrim. Unë të falenderoj. Asgjë më vjen keq, kënaqësi. Unë ju pash që me gjitha të lodhin si që e përmendën për para, sot nuk do desha, do me thënë ju kini një impenjim, sa dilni dhe kini gjithë këta njerës, jo fotografit, jo për të i qenë afer, me midis tyre dhe ju jeni e papërtuar, me të gjithë e papërtuar. Jemi bërë dhe ne të ndjeshëm duke qenë mbrapa të e. Unë falenderoj me shpirt sepse jemi ndjerë mirë në këto 2 dite që kur kini ardhur. Jam ndjerë kaq mirë, sa ju falenderoj shumë. Di që akoma si një stabilizuar, i kërkoni tikni, po të shpresojmë të rini dhe pak. Të tillë kishim kontratën dillin që do vinim në bashkë me Rovin në festivale dhe do iknim sa të mbaron dhe festivali. Sepse vërtet kemi impenjim. Rovi është duke bërë një vepër, një regji me studentët, të cilën për 2 javë do ta shfaqi, dhe unë kam impenjimet e mia që jam duke në provat për një projekt të ri në teatr që do jetë në fillim shtatorit. Mirë, atëre ne të shpresojmë dhe faleminderit që je sot këtu me ne. Faleminderit juve. Kënaqësi shumë e madhe dhe urime për këtë event kaq të bukur. Faleminderit.
Shkërkoni. Nuk u ladhët. Nuk e keni këtu. Po që se kjo nuk shko të ku duhet, e ashtu si duhet. Kokaine fluturojnë e parë. Bëje. Të që mua bëje. Kjo është babesi. Se kështu t'jali babesi e ti. Që për më kom. Samo da je vidim živa. Kushte na do prešmalio od kad te ubijam.